Zëvendës kryeministra, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka marrë pjesë në konferencën e nivelit të lartë të drejtorëve të përgjithshëm të doganave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në fjalën e saj, Balluku shpreh se sa i përket procesit të integrimit, doganat shqiptare kanë disa detyra specifike dhe theksoi se Shqipëria do të jetë porta hyrëse dhe dalëse në Unionin Evropian, gjë që kërkon angazhim dhe kapacitete njerëzore në doganat shqiptare, dhe se synim kryesor i kësaj konference është fokusimi në masa konkrete për të lehtësuar tregtinë e subjekteve. Ne kuptojmë shumë mirë që çdo institucion i cili bashkërendon punën me vendet anëtare dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian luan një rol të jashtëzakonshëm në anëtarësimin e vendit tonë, ndaj jemi të angazhuar më shumë se kurrë, edhe me doganat shqiptare, të cilat janë pjesë e rëndësishme e strukturave shtetërore, mbi të cilat dalin detyra specifike në kuadër të këtij procesi të integrimit evropian. Objektivat strategjike politike të Komitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë në 16 maj pasohen në këtë takim të nivelit të lartë mes drejtuesve teknik të autoriteteve doganore të rajonit dhe të Bashkimit Evropian dhe të DG Customs për të vendosur kolonat e Bashkimit Doganor me fokus tek siguria, lehtësimi i tregtisë së lishme dhe integrimi ekonomik drejt tregut të përbashkët evropian. Objektivi për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 është ambicios, por edhe sfidues për reformat në fushën e bashkëpunimit doganor, pasi Shqipëria do të jetë porta e hyrjes dhe e daljes nga Unioni, dhe këto procese kërkojnë mbështetjen teknike të partnerëve tanë, por dhe vullnet, angazhim dhe kapacitete njerëzore për të konverguar drejt standardeve të Bashkimit Evropian për doganat shqiptare. Në këtë konferencë u mblodhën për herë të parë në Shqipëri drejtorët e përgjithshëm të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, së bashku me përfaqësues të Komisionit Evropian dhe institucioneve përkatëse rajonale ndërkombëtare, për të riafirmuar angazhimin e tyre për thellimin e bashkëpunimit doganor në mbështetje të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në vazhdon e bashkëpunimit të përforcuar në Europë, siç dhe u miratua gjatë Komitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë më 16 maj, zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i rëndësishëm geopolitik i Bashkimit Evropian.